Neve si asociacion kemi bë apel që disa vite me radhë në ndarjet buxhetore të Ministrive të Linjës kundruall komunave të Republikës Kosovës, sepse shumica absolute e kryetarëve të komunave nuk janë të kënaqur me ndarjet buxhetore që vijnë nga Ministritë e Linjës, sepse shumica absolute e kryetarëve konsiderojnë që këto miliona euro po ndahen në baza partijake apo edhe etnike. Dhe kjo është duke ndodhur, nuk është hera e parë, por kjo nuk besoj që do t'jetë edhe hera e fundit, sepse në vazhdimsi është duke ndodhur që disa vite, në analizat e asociacionit, edhe para disa viteve, edhe vitin e kaluar, shihet që ka favorizim të disa komunave. Domethënë, për këtë arsye, kryetarët në takimet me kryeministrin në detyrë, edhe përgjatë këtyre viteve të fundit, 4-5 viteve të fundit, kanë kërkuar që kjo eksperiencë të ndalohet, të themelohet granti 4, aty janë formulat për ndarje buxhetore nga Ministritë e Linjës, gjithmonë po e theksoj Ministritë e Linjës sepse aty po është dallimi edhe po bëhet hilja e madhe. Mirë po, nga niveli qendror kemi hasur në vesh të shurdër dhe në vend që të zgjidhet ky problem për investime kapitale nëpër komuna nga Ministritë e Linjës, në vend që të zgjidhet problemi i kontratës kolektive, ku komunat pothuajse janë para një kolapsi financiar dhe nuk kanë mjete financiare për investime kapitale, niveli qendror, kërkesat e kryetarëve të komunave nuk i ka përkrahur fare dhe nuk ka kryetarët e komunave, shumica atyre nuk kanë gjetur mbështetje në projektet e reja kapitale. Themelimi i grantit të 4 për investime kapitale do t'i trajtojë gjitha komunat barabart në ndarjet buxhetore nga Ministritë e Linjës, sepse këtu po ekziston hilja. Jo nga grantet qeveritare, po nga ndarjet buxhetore të Ministrive të Linjës, ashtu siç ka ndodhur edhe sot, ku në bazë të informatave Ministria e Infrastrukturës dhe paramendon edhe Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, e cila si misioni ka administrimin e dokumentave nga komunat, jep mjete financiare për investimin e infrastrukturë. Neve si asociacion kemi pritur që në strategjinë legislative të këtij viti tjetë amandamentimi i projekt ligjit për financa lokale ku do të akomodohej granti 4 për investime kapitale, mirë po këtë vit, çuditërisht, Ministria e Financave, udhëhequr nga Ministri i Financave, zotri Hekur Almurati, nuk e ka paraparë në strategjinë legislative për amandamentim, por e ka paraparë që ky projekt ligj të amandamentohet në vitin 2028, një vit para zgjedhjeve lokale të cilat parashihen me të mbahen në vitin 2029. Është një absurd në vete, ku niveli qendror me përkrahje financiare ndërhyjnë në projektet cilat janë në kompetencë të komunave. Për shembull, në infrastruktura lokale, me ligjin mbi qeverisë lokale, komplet menaxhohet nga komunat e Republikës Kosovës. Neve si asociacion, në asnjë rast nuk jemi kundër ndarjes buxhetore ndaj komunave, sepse komunat kanë shumë nevojë për mjete financiare shtesë. Mirë po kërkojmë që gjitha komunat e Republikës Kosovës të trajtohen në mënyrë të barabartë.